Edhe kam ngellur gjatë Erbi, kam ngellur 24 orë këtu në Tiranë pa bukë, për këtë zëtë. Fukara jemi. Një, e dyta pasën e gruan e kam lënë të smurë, u bën 2. Edhe erdha këtu në Tiranë, ka marrë me shokën tim, për punë ato. Këtu i pasën maj njësit nga jashtë, nga Bangladeshi, India, Arabia, se i paguajnë shumë pak ata. Siç na thanë, po të them. Edhe kemi ngellur pa bukë sot, gruan të smurë, Gjaxhi sot duhet tiki pa tjetër për ekonomisë. Duhet tiki, ma mirë të vdesin në shtëpi se sa rrugë. Një kaq, se s'kam takat ma që të plasë. Do me thënë juve jetoni në Librazh dhe më falë, po, në Vërrenjas dhe keni një shtëpi atje, do me thënë me qera, po thoshë? Me qera, ja, po. Dhe keni ardhur 2 ditë në Tiranë për të kërkuar punë dhe nuk keni gjetur? Një punë, po i kanë marrë njerëz nga jashtë më bie. Juve në këtë moshë, më falë, sa vjeç? 70 vjeç. Dhe jeni akoma duke munduar të punoni? Çfarë të bëj? Po më falë, ndihmë ekonomike keni aplikuar? Jo, nuk marrim ndihmë ekonomike. Mos më ma japin kempin e gruas. Po. As ndihmë ekonomike, as ja. Gocat janë ke burrat. Po nuk t'i japin se kam shkuar në bashkinë Prenjes, kam bajtur gjatë. Nuk kemi fonde. Kuptoj. Edhe kam ngellur gjatë Erbi, kam ngellur 24 orë këtu në Tiranë pa bukë, për këtë zëtë. Andaj dola gjatë thash më vjen në ditë punë, thash e tiki, po as një ditë punë. Unë duhet tiki,